Istihada do të thot që ka gjakderdhje jashta ciklit mujor dhe jashta lehonis. Pra ta mbam mend, pasi që këtë fjalë ne do ta përmendim. Istihada apo mustahada. Që do të thot çdo grua që ka gjakderdhje jashta ciklit dhe jashta lehonis, ajo quhet mustahada. Pra kjo grua hyn në grupin e arabisht quhet ma'dhurin, në grupin e atyre që janë uzërli. Uzërli do thot ka arsye ai edhe pse ka gjakderdhje, edhe pse për shembull vara i rrjedh, ai ka të drejtë të marrë abdes dhe për çdo namaz, për çdo kohë faktikisht, për çdo kohë do të merr abdes.